Mirë mëngjesi nga një ditë e re. Jemi këtu unë jam ullur para në makinë. E kishe lënë karrik në gocës mbrapa ti. Edhe byçi. Edhe jes e ullur para në makinë, Mario. 2 vjet. Qysh je? Tashi ku do ikim neve është e shtunë, kemi 3 ditë pushime, do të ikim 3 ditë pushime. Shtunë e dile Hanca, është e hana 4 maj. E do ikim në një dyqan njerë që ka gjëra për fëmijë, charity shop. E kemi një këtu në gjitur, po do shkoj si puna ati, po diku tjetër. Jam vend pa. Ua, karripja kjo. Karripja. Me karripin. Karripja. Kam kohë që s'përdor rripun. Ke kohë që s'përdor rripun. Qa bate ti be? Evan. Erdhëm këtu, nuk gjetëm gjë, blem një makinë për Evanin, xhondorin nga Trolls për Biancën. Edhe tani po ikim, të bëjmë ushqime. Edhe futëm njerë këtej nga treku, trofim qa kanë, qa s'kanë. Bianca, hajde mami. Ej, Vera, do kështë shtrove i zama apo jo? E le ka rësë në tu. Po jam ose po shkoj. Apa. Një dha kullore këtu. Sepse më kanë dalë ca drita kaq të bukura, ka bërë një setup unë këtij gjës, ose është dita shumë e bukur sot, nuk e di. Ora 6. Ua Mario, çfarë ka bërë ti telefoni që ka kaq shumë dritë? Vera flokët ka corela unë. Rridi, mi kur driti. Atëherë erdhëm në shtëpi, sistemuam, rregulluam, ja këputëm një dorë gjumi, preu Mario barin, edhe bëra atë mish të grirë. Bëra atë i kam gjërat e qarta në kokën time, dhe kur i them janë aq lëmsh sa s'di ç'të them. Nëse dolëm në mëngjes, bëm ca kështu xhiro për dallosje, bëm edhe pazarin për ushqime, edhe u kthyem në shtëpi. Në shtëpi Mario pastroi tualetin edhe ca pjesë tjera, preu barin jashta dhe o borrin. Ndërkohë unë mora me ca gjëra brenda, bëra dhe atë salcën, siç bëhet ajo salca bolognese me mish të grirë, qep, edhe salcë domatesh. E bëra këtë gjë sepse dua të bëj pastiçe greke nesër. Nesër kemi vllajin tim për drek. Unë me 5 maj kam ditëlindjen, kështu që e besojmë çik përpara nesër deri data 2 maj, kështu që hajt më. Edhe do bëj edhe një tort pastaj kur të vi, kështu që ky është plani. Shkam të marrim mishin tani te këto kasapët, pastaj të marrim në një pije që na ka ngelur pa marrë të Tesco ose Morrisonsi, edhe fundit fare të bëj tortën unë, sepse tortën duhet ta bëj sot. Ndërkohë mishin për pastiçe e bëra pak më përpara dhe e kam vënë në frigorifer, kështu që pastiçja montohet shumë shpejt nesër. Edhe çfarë tjetër? Do bëj edhe një kështu gjë me pispili, me kështu pet misri. Ikim. Edhe bukra shumë. Do fillojmë duke bërë tortën. Unë kam këtë kapakun, këtë tekstil, që hiqet lehtësisht. Do t'i vë letër pjekje poshtë. S'lam dyqan pa shkuar për të gjetur ca qershi që unë dua t'i vë mbi tort. Nuk i gjeta. Duhet i kisha porositur tek Whole Food aty ku marra sa gjëra. Dhe unë kur filloj u tregoj se çfarë gjëra kam marrë, e kuptoj që ky ndriçimi pse është ashtu, nuk e di nëse s'ju pëlqen apo jo pëlqen apo. Shftot. Më mirë kështu. Atëherë, kur filloj dhe ju tregoj, mendoj sa shumë gjëra kam bler, për të cilat nuk ju kam treguar fare asgjë. Kam bler rroba, paku. Kam bler fare zeza, kam bler para susami që kam bler të këto gjërat bio. Kam marrë gjëra për kalamaj, gjëra për vete, gjëra për Mario. Edhe nuk ju kam treguar.
where all the food and the rum for the power we hold. In here the treasure. Gerda! Ha 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 ha! Let's chase him! Rion, punojnë këtu. You look so handsome. Who is the big pirate? Bianca! Ndërkohë kemi lënë punët këtu. Ua, pse kemi ato happy Easter prap ne? Me ferendori. Kam bërë mishin gati. Këtë që do bëj pastaj pastice. Mishin gati. Do bëj dhe shish kebabin. Evani në gjumë. Shtëpia është e pastër, kam en kam për të vënd. Men sa të duash për të vënd. U lyva në qik me krem se sigur për më hante fytyra ime. Tani do thaj këto enët. Pispilin e kam bërë. Çfarë tjetër, mishin e kam marinuar dhe e kam atje. Marinova në mish në pulë, sepse do bëj dhe shish kebab. Edhe pastaj kur të vinë ata do bëj pasticën. Do të thonë thjesht do vë një pjesë pasticës që do thotë atë me mishin e kam bërë përpara. Kështu do bëj do zi makarona dhe beshamel kaq. Me pak fjalë. Upsi. Mbaj mend për shembull kur kishte mami ditëlindjen dhe neve, ka mami ditëlindjen, mami shkretë coptohesh e duke pastruar, duke gatuar, duke bërë gjitha këto. Në fund fare e vë ushqimin aty dhe haj për 10 minuta. Edhe ja kështu edhe me neve, që do thotë ikën shumë shpejt koha. Lodhesh vërtet shumë. Mi po ka një lloj kënaqësie edhe kjo. Tani, mish deri, mish qingji, shish kebab. Salcën që kam bërë për pasticën greke, të ndes dritën pispilin, kam hedhur çik fara susami lart. Ata që ti bëj dhe muhabet juve kur ju lajnë burrat kështu, ja u bëj këto sfungjeri kështu që sikur e kanë hëngër qend. Sa herë që plan marrë enët, ta shkatron sfungjerin. Nuk e kuptoj pse. Shumurime për ty, shumurime për verushin, shumurime për ty. Farm Foods. Kishte marrë qefi të vija këtu të shikoja njerëz se çfarë ka. Jam mbushur mendjen Marios të erdhëm. Dhe hajde. Mario po zgjidh Evanin akoma. Oh mami, I think it's a bit difficult for you, huh? Yeah. You wanna try it? Yeah. Ha, mami. You wanna get off? Ha, shpirt, hajde. Tashi, kjo është 600 gram lobster claws. Lobster claws. Edhe është 15 pound. Janë shumë të lezetshme. Evan, hajde mami. Ose për shembull këto që janë jumbo, kështu, kjo është 2/30, edhe kjo 2/30, sa janë 1 kg 300 gram. Janë goxhat mirë. Tani të gjithë thonë që kjo pica është super e mirë, kështu që do marr një si kjo dhe do shoh edhe në një picë tjetër, meat feast tot njëra, kështu që provojmë dhe atë. Tani për këtë thonë që është super i mirë. Ideja që kam fit mos është spicy. Nuk është spicy kjo, jo, 3 to 10. Ok, marrë një. Tani për ata që bëjnë smoothie, këtu keni këtë deal që është 6 for 10 dhe jeni fruta. Kështu që keni cherries, keni dragon fruit, watermelon, pineapple. Kjo lychis nuk e di çfarë është. Raspberries, apples, rubaj. Çfarë është kjo rubaj? Nuk më pëlqen kjo. Keni pa fund. Çfarë është kjo? Manaferra më duket. Blueberries. Kështu që unë nuk kam vend në ngrirje, po përndryshe do merrja plot si këto. Dhe juve që bëni smoothie janë fantastike. Nëse keni një farm food afër, ikni bëni një xhiro një herë.
Se mund të përfundoni si unë me 100 gjëra pastaj. Unë po mundohem të mbaj ofertën të ullët me të drejtën. Domethënë të mbaj sasinë të ullët, sepse nuk duaj që të shpenzoj shumë. Gjalpi këtu ishte 1 pound e 29, ndërkohë që në vendet më të lira është 2 pound ose 2 pound e ca. Edhe mielli këtu është goxha më lirë, është 2 copë për 1.70, ndërkohë që më përpara ka qenë edhe më lirë. Është 3 pound, ideja është, po shikoj vërdallë, ideja është që, oh, look at this, shikonin që këto. Tani unë Evani dua t'ja bëj ditëlindjen me dinozaur. Nuk besoj se ka. Pse me dinozaur? Sa shu e ka qef ai? Vdes për dinozaur. Por ndoshta, nuk e di. Është 49p. 49p është very cheap. 1 kg makarona, 99p. I kam marrë, i kam provuar, janë shumë të mira. Për momentin kam dhe nuk marr. Edhe shife kjo për shembull, që ka 6.49, një selection, ato që kanë dëshirë, unë për vete nuk përtoj t'i bëj. Pastaj këtu keni nga ofertat nga më të ndryshme për Coca-Cola, për shembull 6 copa për 50 pound. 6 copa 50 pound, Coke Cherry. Ka 24 copë, njëra. Kështu që keni ofertat mira, unë nuk dua, sepse ne nuk pim kështu gjërash. Kështu që prandaj skip atë, mirë po. Juve për shembull që bëni shumë party apo keni shumë njerëz të ftuar në shtëpi dhe ju duhet keni, pse jo? Nuk gjeta gjalp edhe u mërzita. Ushqimi i qenve, nuk ja kam iden, po besoj se është goxha lirë, 12 kg 9.99, më duket shumë lirë. Unë nuk ja kam iden, po që you're flying, të ngët mami zemrën ty. Zemrën marim qikuj? Këtë s'kosti motrimi mamit vetë. Tani e shikoni, unë nuk i do t'i marrë, po janë këto të Monster, janë 6 copa si këto, domethënë e gjithë kjo 6 që këtu është 29, edhe paska dhe shije të ndryshme. Janë këto. Unë nuk pi fare pi energjike dhe ju sugjeroj dhe juve të mos pini, mirë po, nëse i pini, hajdeni këtu. $29.99, që është metal floor fan. Që nga na e 15 pound e i vodshki. Okej. Tani unë dua nga këto, dhe se di kë kam marrë unë. Persilin më duket kam marrë. Bo, kam marruar fare. Tani kjo letra e kuzhinës. Është kjo Regina, ku ishte Regina? 2 for 10, a ishte kjo? Blitz. Që është Blitz? Blitz është kjo? Po, Blitz. Kjo ka 4 copë brenda dhe është 10 pound për të dyja, që i bie 5 pound njëra. Ndërkohë që 3 pound e gjysëm. Ha, e ka kënaqe? Ja, letrat lak me ke këtu higjienike ke. Keni pasaj dhe kështu detergjenta. Kjo, që është mold stain remover, 1.89 ka shumë lirë, sepse minimalisht e gjen 2.3 në vendet tjera, dhe kjo është shumë e mirë. Unë nuk më duhet, sepse te kjo shtëpia këtu që kam nuk kam mold. Mirë, po aty ku isha përpara duhet bënim shumë kujdes. E brau. Unë jam zgjuar që në ora 5, kam bërë një dush, kam tharë gjysmat e flokëve, gjysmat e tjera po tharen tani. Kemi vënë çik fermën edhe po e shikojmë, normalisht. Edhe kaq, çfarë do bëjmë gjatë ditës? Dihet, në një pazar. Thoshte atje, thoshte. Nëse ti thoshte. Prit, ha. Nëse ti thoshte të shtunën. Ha. Vete për pazar. Domethënë harxhon kohën për pazar. Ndjon qarjet e fëmijëve që janë të pangrënë. Mos e kanë ngrënë këta, vasht janë pangrënë, po. Gjashme ke parasysh në mbjes i fillojnë këta? Po, që ulera, po, fix. Edhe tha që... Bravo, Bianca! Bianca, well done. Edhe tha që, zihesh me gruan tënde, pse se bëjmë këtë punë, atëherë ti e ke gjithë jetën të... Jo, mund të përballosh çdo gjë në këtë jetë. Va. Oh, Levan, go! You scored, më letuqe! E, prit, stop! Jo! Më ka fshoj mare!
Mirë mëngjesi pra. Më kapshoj për atë zot, më kapshoj. Tani, këtë tavolinën e bleva unë. Belda, hajde, come on. Sa e bleva? E bleva Du dhish. 3 pound. Ky charity shop që kemi këtu që është me lodra për kalamajt është super duper i mirë. Mundësi shkove të fundit. Mundësi shkove të fundit nga që nuk kam pasur kohë të shkoj dhe nuk kam bler gjëra në fakt. Kështu është kur ke fëmijët në shtëpi, flet 2 minuta, pushon 5 minuta etj etj. Flet nëse 20 Po thoj që ky celularin. Nuk e di. Që ky charity shop që kemi këtu afër është super duper i mirë, edhe ka çmime vërtet të arsyeshme. Do të na bësh dhe nga një kafe tjetër? Oh, thank you zemër. Edhe faleminderit zemër, faleminderit Evan. Edhe ideja është që ka çmime vërtet. Kështu bën mami dede? Dede bën mami gjithkohë. Oh. Po mi imiton mua, e kupton? Po mi imiton mua që ma bën dede. Ik Evani, mama zemër ik. Ik të dedi, go të dedi. O Mario kam për të marrë diçka te Nexti unë. E kush next? Ai aty i madhe? Te Medau. Po përveç asaj dua të shkoj edhe tek Marku t'i blej një palë vëth. Dua t'i blej Te kush moj? Mark and Spencer. Dua t'ja blej vajzës një palë vëth. Yes. Shtrim poshtë ata? Mario ka filluar të flasë gjuhën e shenjave. Zot na ruaj. E kisha këtë shumë mirë, vjen Mario Dranofili edhe Dranofili thon Trëndafilit në Shkodrançe. Nejse. Siç po e thoja, ky dyqan i lodrave që kam unë këtu afër është super duper i mirë. Jam të veçi krem. Edhe vërtet ky dyqan i lodrave që kam këtu është super duper i mirë sepse është ka vërtet gjëra fantastike me çmim shumë të mirë. Në ajo tabela, ajo tavolina e futbollit që bëri 3 pound ishte fantastik. Shiko tash çfarë ndodhi, duke qenë se kjo ishte në tokë. Edhe un pas çmimit 3.0 zakonisht do e vënë 0.0. 2.0 domethënë mbas pikës. Mirë, po un pash vetëm 3.0. Po pika ishte aq e vogël sa më duk 30 pound. Unë thash, thash 30 pound, thash se marrë, thash unë, thash po, hajt ma të shofim. Edhe i ka duke bërë kështu gjira budalliqe, mora 1-2 gjëra. Edhe diku shkuam të Enten, se Bianca ishin zgjedhjet këtu të Enten, shkolla Biancës ishte konvertuar një qendër kështu votimi, edhe për këtë lloj arsye nuk ishte në shkollë Bianca, kështu që t'i bëja qefin Biancës, shkuam atje. Një 10 minutë, saq kam shumë afër. Kështu që edhe unë shkëputesha nga puna në 10 minutë. Edhe Bianca mund të shikonte një gjë dhe isha edhe pa Evanin. Edhe mora këtë të futbollit, kur e pash ishte 30 pound sipas mendimit tim. Thash, 30 pound ta shumë shtrenjtë, shnet 30 pound. Se këta vënë 18 pound, 20 pound karrocat e vogla, ato që mbyllen si çadër. 50 pound vën karrocat e mëdhaja, 70 në një që është super duper e mirë. Edhe nejse, ku shkoj dhe një unë e shoh 3.0. E thash unë, falni thash kjo 3 pound, okej, thash dua. Edhe për 3 pound ja super blen, edhe sigur të shkatrohet, fundi e fundit, është një gjë që nuk është se ti harxova shumë lek me atë. Edhe erdhëm te Marku, si fillim dua të kërkoj një palë vëth hipoalergjik për Biancën që të ketë mundësi të heqi për pi. Pastaj nëse ndale për Biancën për vete. I marrim këtu pastaj po shohim në vintet, nuk e di, po do i hedhim një sy. Jej! Edhe ja ku të dalim përpara syve direkt pantallonat e viteve 90. Fix. Këto kanë qenë pantallonat e viteve 90. Edhe ja dolën modë. Let's go to kids, mami. No. Dhe hidhet. Tani ne mbaruam punë me kafet, po tani na i lan telefonat lirë kalamajt.
Bluza bardhe Marios. Prandaj s'veshim bluzat bardha ne. O syri i zi. Kishim sandale si vjetë për Biancën, kështu që i morëm këto tek Tesco 15. Ideja është që do marrë dhe te Primark ndonjë palë të thjeshta fare që t'i ketë kur t'ikin park apo ndonjë gjë, këto t'i ketë kur dali. Më pëlqyen, kemi dhe një datëm si vjetë, tash nuk e di nëse këto do rezistojnë deri në gusht. Mama, is that you? Oh, that's me. Oh, thank you sunshine. Shiko sa të bukur më ka bërë Bianca mua. E bukur mami. Oj, shpirti më. Edhe zambak. Edhe zambak jam unë? Po jam edhe I zambak. love zambak. Ka më me zemër. Çfarë po bëj unë? Po bëj një supë me thjerrze që ta kemi. Kam bërë një buk me miell misri, që besoj se të dali për pak nga furra. Kam bërë të voçkël fare, domethënë as 400 gram nuk I kam hedhur me miell. Sepse mas me ato tasat, ideja është që thjesht ta kemi aty, se unë dhe Mari do e ham edhe pse do ham neve. Bravo! Evan, hajde më mami. Hajde. Qa është ajo? Dak? Dak? Evani si shqitet atyre patave, ndërkohë që këtu kemi kumlla, po nuk ka ashtu si vjet, pas ka shumë pak, edhe këto që kape njerë kanë hequr gjitha, janë ca... Qa ke më mama? Cookies bubbling. It's okay mami, ka ca atje në maj. Stay nice, now don't move. Evan, lej dan mole. Bianca, babit. Can I see? Later on. Për kë e ke atë lulen ti për mamin? Smell it? No. Do shkojmë të qethemi Evan? No! Kush është ajo atje? Bantalosi? Po ky, kush është? Është babolosi. O Vera, qa po bën aty më jeta? Kurore. Ne këtu I bëjmë kur ish me lop. Jo, s'kisha lop, unë I bëja kur uleshim në bar. I don't know how to S'kishe lop ti. Po s'kishim lop na. Ty kishe lop sa dush. Ku? Vetën time. O Vera, pse nuk bëj dot fotografi me am ty? Ha? We're gonna put 3 more. Wait. I love these. Mami e kanë bish në shkurtër ato. What do you like? Bëm dhe lule dele për Biancën, kurar. Bukashu. Bukra shumë. Është kurar, mami. Can you say kurar? Glor. Jo kurar, kurare. Glor. Kurare. Glor. Okej, kulore. Tani ndoshta ikim të presim flokët. You take it softly. You don't want it? I can put it in my hand if you don't want it. I just love it. Look, Bianca. Put. Look. You look pretty. Kra shumë si të stot. Okej. Ndoshta ikim i presim flokët Evanit edhe mbas asaj në shtëpi. Mirë që bëra gjellën gati, kështu që nuk është se do bëj ndonjë gjë të madhe, një sallatë, kështu që sallata është e shpejtë. Edhe jupi. Tani presim të vi marrje me Evanin, se as vetë se di nga ikën. Edhe to see to do. Like a long earring. Yeah, like a beautiful earring. Me kë po flet telefon? Mirë për ta afruar e afroj. Po zërim se si atë gjoj. E zot në ruj. Go and ask daddy, with who are you speaking on the phone? Mario mori Evanin. U mora këtë miellin e misrit, 5 kg, 7 pound e gjysëm. Po që vend e tjerë është goxha më shtrejt. Tani më tha Mario që Evani nuk donte të qethej, kështu që po shkoj atje për të parë nëse jam mbush dot unë mendjen. Po me që s'më përgjigj, besoj se ka futur atje për të qethur. Erdhëm në shtëpi edhe
Duke qenë se isha në High Street, qëllova që gjeta këto kutinë e Lidlit, nga 1.5 pound që unë kam pas parë kanë bërë 2, kështu që ka qelluar rush, strawberry, raspberry, që do t'i lajti haj Bianca tani, një kastravec, 2 speca që i mora nga një kuti tjetër, spec, një rush, tëp, çan këto, baby potato për në një salat për në një gjë, mandarina, ca domate, një moll, 2 limona, dhe një shumë limon. Edhe gjitha këto 2 pound. Kështu që, nëse qëlloni në njërë në Lidl edhe keni këtë kutin me 2 pound që e kam për tani, merreni. U mbushën 3 pjata plot me lule shtrydhe dhe raspberry, edhe nga një për secilin. Domethënë, Eva një, Bianca një, unë dhe Mario një. Po ishin plot të treja kështu plot si kjo. Kështu që shikojni në qik. Edhe nëse e shikoni këtë Lidl Plusin, domethënë këto kutia të Lidlit, merrini.